Në sheshin Skënderbeu në Shkup, ka nisur protesta në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që po mbahen në Hag. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, theksoi se lufta UÇK-s ka qenë e drejtë dhe çlirimtare, duke shtuar se mbështetja për ish-krerët të saj është një obligim moral dhe kombëtar. I pyetur për mos pjesëmarrjen e protestës kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, dhe kryeministri të Shqipërisë Edi Rama, ai theksoi se është në vullnetin e tyre. Pjesë e protestës është edhe antari i AK-s Daud Haradinaj, i cili pati një mesazh për bashkësinë ndërkombëtare, duke theksuar se është koha që liderët e Kosovës të kthehen në vendin e tyre. Sipas tij, çdo vonesë është e paarsyeshme. Qeveria në detyrë e Kosovës ka nisur drejt Gazës dërgesën humanitare të dedikuar për popullin civil, e cila është ngarkuar dhe është nisur nga porti i Mersinit në Turqi. Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri në detyrë Albin Kurti. Kjo ndihmë vlen 500.000 euro dhe përfshin tenda, pakë ushqimore, batanie dhe 158.000 racione të ushqimit të ngrohtë, të destinuara për banorët e nevojë në rripin e Gazës. Kurti theksoi se ndihma shpresohet të lehtësojë vuajtjen dhe të kontribuojë në përpjekjet për paqe, siguri dhe stabilitet për të gjithë ata që ka nevojë. Me këtë rast, Kurti shprehu mirënjohje të thellë ndaj Republikës së Turqisë dhe gjysmëhënës së Kuqe turke për bashkëpunimin e realizimin e këtij misioni humanitar, duke vlerësuar rolin e partnerëve ndërkombëtar në sigurimin e rrugëve të sigurta për dërgimin e ndihmave. Presidentja Vjosa Osmani ka udhëtuar për në Selinë e Shenjtë, ku do të pritet në audiencë nga Papa Leo 14 në Pallatin Apostolik. Presidentja do të zhvillojë takim me sekretarin e Shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin. Gjatë vizitës në Vatikan, e para e shtetit do të vizitojë dhe bazilikën e Shën Pjetrit. Në njoftimin e presidencës, thuhet se në serinë e misionit të posaçëm të Republikës së Kosovës në Selinë e Shenjtë, Osmani do të organizojë një pritje të fundvitit me përfaqësues të Selisë së Shenjtë, përfaqësues diplomatik dhe personalitete të tjera. Gjatë kësaj vizite, ajo do të realizojë edhe një sër aktivitetesh të tjera me qëllim të thëllimit të raporteve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Selisë së Shenjtë. Një i mitur është arrestuar pasi që i njëjti pas një mosmarrëveshje kishte thirrur me thikë 2 bashkëmoshtatarët e tij të premten në Gjilan. Si pasojë e sulmit, viktimat kanë pranuar tretman mjekësor dhe më pas janë liruar. Në vendin e ngjarjes ka ndalë një sitë relevante policore, i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje, thuhet në raportin policor. I dërguari i presidentit të SBA-s, Stef Witkoff, do të udhtojë për në Gjermani këtë fundjavë për të takuar me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe udhëhecit evropian për raundin e fundit të bisedimeve të nivelit të lartë për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Witkoff, i cili ka udhëhequr përpjekjet e shtëpisë së bardhë për të ndërmjetësuar midis Ukrainës dhe Rusisë, do të diskutojë me udhëhecit evropian versionin e fundit të marrëveshjes së propozuar të paqes në Berlin. Administrata Trump është duke planifikuar që në marrëveshje të dakordohet dhe të hyjë në fuqi deri në Krishtlindje. Witkoff ka zhvilluar disa raunde bisedimesh me përfaqësues ukrainas dhe rus në javët e fundit. Megjithse ka pasur pak shenja si një përparim është afër, ende nuk është konfirmuar se cilët udhëhec evropian do të marrin pjesë në bisedimet e Berlinit.